Ka me të regu një rast se si ati që është bëtë zullum duaja direkt me të Allahun, edhe shumë është rrezikshëm që njeriu ka njerë e ban ka vullë, thotë diçka mëse kisha bëtë zullum, se shëm ka kaplu e keqja. Një për rasteve ka qenë një plak, e ka pas një kasollet vogël me një farë periferie, mi pa e kasolla ka qenë pothuajse në gjithë në oborën e pallatit të mbretit. Edhe kjo plaka ka qenë fukara, ka dollë për shtëpisë vet. Kjo ka dollë të këpër Israel. Del, për nevojët e vete në përmal. Mas një periudhe del mbreti për pallatit vet në ushtrinë me ato arsenalin, e duke e sa shikoje pallatin e vet, oborën e vet, kur e bjen syni kasollë vogël. Ku nuk e kasollë? Po tani fukara, se kushi kena një plak, vetëm e qëndra. Fshinë ka thënë, jo ka pamjen, pallatit e, fshina, edhe këto mija, zullume, edhe fshinë. Kur këthejt ma vën kjo plaka, këshyë, sëshe, kasollën e veç shpinëve. Nëse ka mu për rrugën, thot jo se ka mu, që kjo pallati mbretit, në që të i kam pas, edhe i qënë durë, thot i shka thot, o Zot, unë e përmen nuk isha, kur më kam prish shpijen kam bazëllon. Ti ku ishe o Zot kur më prish në shpijen? E Allahu zemru ja shkatroj edhe fundosi këtë pallatën me ata njerëz di futin ku mrejna. Këtë Allah e toleron, pa drejtësi nuk e toleron. Urunu, mos jeni në rakas vllazëve, as motrave, as farafisit, as kushijës, as shokit, as mikit. A i do, abe smërvesh, mos e jeni. Abe motra ka sa dush, jepja. Abe kushija ku ka po, mos e jeni. Mos e padrësi është e rrezikshëm.